nuk është një proces zgjedhor, por një farsë zgjedhore. Ndaj dhe unë kërkoj mirëkuptimin e medjave të heqin nga fjalori i tyre zgjedhje dhe të zëvendësojnë me fjalën farsë zgjedhore. Në këto zgjedhje u shkelen parimet më themelore të zgjedhjeve të drejta, për të cilët Shqipëria ka firmosur dokumentin e Kopenhagenit. Ajo që ka ndodhur me 11 maj dhe të gjithë periudhën pararense për zgjedhjet e 11 majit është një përmbysje e plot e parimeve më themelore të zgjedhjeve të lira, të cilat kërkojnë që zgjedhësit të shprehin mendimin e tyre lirshëm për përfaqësuesit të zgjedhjeve. Është bërë tashmë e njohur se kontrolli i vullnetit të zgjedhësve ishte i gjithformshëm, i shumëformshëm dhe i përhapur në mbar vendin. Unë do paraqes ju dokumenta flagrante për etapën e të fundit të turpshme të votës në diasporë, e cila është në shkelje të çdo ligji, çdo rregulli, çdo kontrate. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëse do i përmbajë ligjit, s'do ulej kurrë të nxirrte rezultatin. Sepse do thoshte procesi ishte fars, nuk ka asgjë më themelor për një vend se sa rikthimi i votës lirë. Vetëm atë do e marrish si proces. Ajo ka dy rrugë. Rrugën paqësore për cilën ne jemi të përcaktuar dhe që kërkon një proces, ka pastaj rrugën armatosur me gorila, por ne nuk jemi të kësaj rruge. Ne kemi bërë të qartë që nga 19 gjerë sot ne jemi parti e këtij orientimi. Nuk heqim dorë, besojmë se ne do t'ja dalim.